Erdhi pejgamberi sa në xhami. E pa një sahabi të mërzitur, tha, çfarë ke? Tha, borxhet e ligjoror, borxhet. Ka kapluar borxhet. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, lut Allah me këtë lutje. Dimon Allah me këtë borxhet. Nga ajo që mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini an man siwak. O Zot, më pasuro me halal që mos të kemë për haramin. Dhe o Zot, më mjafton ti këtë që mos të kemë për asnjë tjetër. Me emrin Allah el-Ghani, ai që tërë pasuria në dorën e tij, er-Rezak furnizuesi. Kur thosh o furnizues, që gjitha krijesat i furnizon, më furnizon me fëmijë, më furnizon me shëndet, më furnizon me pasuri. Sa është shpërzdhënëse, sa është inkurajuese, sa është e këndshme kjo lutje kur ti rresh që në start. Të filluar një hyrje shumë shpërzdhënëse, freskuese për zemrën.